Pash këtu disa miq të punës përbashkët që prej kohësh janë angazhuar në sektorin e manufakturës dhe më vjen shumë mirë që tranzicioni i pashmangshëm nga fasoneria e thjesht tek cikli i mbyllur me dizajnin, me tekstilet, me përpunimin e drurit dhe kështu me radhë, na ka dhënë një provë shumë qartë që kush nuk pret që vazhdimësia e sipërmarrjes t'i garantohet nga oksigjeni i shtetit, por i beson inovacionit dhe vetë transformimit fiton. Kush pret që në të kundërt të erës imponuar nga transformimi të vazhdoj të rri aty ku është mësuar dhe aty ku ka qëndruar duke u mbajtur me oksigjen nga shteti, është thjesht dhe vetëm duke shtyr në agoni ditën e fundit.